Fenomeni shkodran Luiz Eli ka surprizuar sërish ndjekësit e tij me një postim që ka ngrohur zemrat e të gjithëve. Në rrjetet sociale, ai ka ndarë një foto shumë të ëmbël të vogëlushes Luna Mari, e cila shfaqet në krahët e një arushi gjigant lodër. Momenti duket i shkëputur nga një përrall, pasi e vogla, me sytë e saj plot kuriozitet e pafajësi, shihet teksa mbahet fort nga arushi, ndërkohë që Luizi e ka shoqëruar këtë sken me një mbishkrim plot humor: "Ma mori arushi Lunën." Ky koment ka bërë që fansat të shpërthejnë në të qeshura dhe të komentojnë pafund mbi këtë episod të veçantë. Postimi është pritur menjëherë me reagime të shumta pozitive, duke u shpërndarë gjerësisht në rrjet dhe duke marrë komente nga ndjekës që nuk ngurojnë të shprehin dashurinë dhe simpatinë për familjen e Luizit dhe Kiarës. Për shumë fansa, ky është një tjetër dëshmi se si edhe gjërat më të vogla, kur shihen me dashuri dhe humor, kthehen në momente të paharrueshme. Luizi, i njohur për karizmën e tij dhe mënyrën e veçantë se si di të komunikojë me publikun, ka treguar se edhe jeta familjare është një sken ku ai shkëlqen. Çdo postim i tij, sidomos kur përfshin Lunën, është i mbushur me ndjenja të forta, duke treguar lidhjen e veçantë që ai ka jo vetëm me të voglën, por edhe me ndjekësit që i qëndrojnë gjithmonë pranë. Ky moment i veçantë ka sjellë një tjetër buzëqeshje për të gjithë ata që e ndjekin jetën e çiftit të njohur. Përveç se një kujtim i paharrueshëm për familjen, ai është edhe një shembull i thjeshtë, por shumë domethënës, i lumturisë që sjellin gjërat e vogla në jetë. Dhe padyshim, humori karakteristik i Luizit është ai që e bën çdo gjë edhe më të bukur, duke treguar se dashuria, gëzimi dhe familja janë thesaret më të çmuara që ai zotëron. Pas publikimit të fotos, fansat kanë shpërthyer me komente plot dashuri dhe humor. Shumë prej tyre kanë shkruar se arushi duket sikur ka gjetur thesarin më të çmuar, ndërsa të tjerë kanë vlerësuar mënyrën e veçantë të Luizit për të ndarë momente kaq të ëmbla nga jeta e përditshme. Komentet kanë qenë të shumta, duke nisur nga komplimentet për vogëlushen Luna Mari e deri tek vlerësimet për energjinë pozitive që familja e Luizit dhe Kiarës transmeton. Kjo ka bërë që postimi të kthehet shumë shpejt në një ndër më të përfolurit e ditës, duke treguar edhe një herë fuqinë e tyre për të prekur zemrat e publikut me thjeshtësinë dhe dashurinë që shpërndajnë.